Arsyeja pse disa njerëz mund të kenë çrregullime hormonale, probleme me imunitetin, probleme të ndryshme të lëkurës, mund të jenë rrobat që ne mbajmë veshur ditë për ditë në trup. Po, është e vërtet. Franca sapo ka nxjerrë një vendim, të cilin thotë të ndalohet përdorimi i forever chemicals në rroba, në produkte kozmetike dhe në produkte të tjera që është shumë e vështirë nëse i marrim dhe arrin në trupin ton për t'u larguar. Këto kemikate ata shpesh i përdorin për arsye të pasurit rroba kundra dhurudosjes, kundra ujit, kundra njollave. Materialet të tilla mund të përfshin sintetiken, poliester, rroba sportive, pijama për fëmijë dhe aq më tepër brendshme me këto materiale janë të rrezikshme. Çfarë bëjmë këto për trupin ton? Është e njëjta gjë kur themi poliester 100% sikur të veshim një mushama, plasmase sipër. Mendoni pak, lëkura jon nuk kajroset. Djersitja që ndodh me trupin ton mbahet brenda, ka rrezik për infeksione, myku, ka rrezik për bakterie që nga nxehtësia sipër të formohen, ka shumë probleme dhe më tepër e rrezikshme është kur plastika të hyjë në organizmin ton, sepse ne dimë shumë mirë pasojat e rrezikshme që jep në imunitet, në fertilitet, në çrregullimet hormonale dhe në sëmundje shumë të tjera serioze. E di çfarë mendoni, do thoni, na hoqi trurin kjo me gjithë plastikën. Por poliester ajo është plastik e coptuzuar, e ngrohur, e bërë në fije, e bërë në rroba dhe ne thjesht e veshim. Ose të nxjerrë më tepër nga nafta, po t'i lexoni mirë se çfarë janë, besoni që nuk u doni të vishnit. Të paktën këto që janë në kontakt drejt për drejt me trupin ton, se themi të drejtën nuk e eliminojmë dot. Në një xhaket diçka mund ta kemi me këtë materiali, por të paktën këto që kanë kontakt drejt për drejt me lëkurën ton duhet t'i eliminojmë. Sepse e dim shumë rrezikun që ato mbartin për shëndetin ton. Nëse një shtet si Franca po arrin të veprojë, të ndaloj këto kimikate, a mos ka ardhur koha të pyesin veten, po çfarë po i vesh fëmijës tim? Po çfarë po vesh vet? Lexoni etiketat për rrobat, për ushqimet. Filloni të eliminoni këto materiale. Shikoni më shumë pambuk, lino, rroba lesh, bambu, të cilat të mos shkaktojnë probleme, të paktën tek fëmijët që janë në zhvillim e sipër. Njerëz do pyesin dhe me të drejtë ashtu si dhe unë, po mirë, këta e dinë që plastika është e keqe e rrezikshme, pse e lejojnë? Sepse plastika është një material i lirë që po mban gjallë gjithë të industri. Në momentin që do hiqej, mendoni pak çfarë do ndodhej, do ndryshohej gjithë sistemi. Shkencëtarët e dinë shumë mirë përpara se dhe ligjet, se çfarë japin këto. Ama ligjet duan kohë, duan prova, duan një alternativë tjetër, duan presione publik nga njerëzit që të fillojnë të ndryshojnë. Por çfarë kemi ne në dorë të bëjmë? Përveç se të mundohemi të reduktojmë sa më shumë këto produkte dhe këto me kimikate nga jeta jonë. Të kërkojmë më mirë, sepse kur ne nuk kërkojmë më mirë, edhe tregu nuk ofron diçka më mirë. Shikoni etiketat e çfarëdo lloj gjëje që mundojni të sillni në shtëpinë tuaj, ushqime, rroba dhe çdo gjë të mundshme. Por këshilla të tilla për shëndetin, ju lutesha më ndihmoni me një subscribe dhe me follow për t'ju sjellë video akoma shumë të bukura.